Operacioni i madh i zhvilluar në Kolumbi dhe në disa vende fqinje, ku arrestuan disa shqiptar si drejtues të një rrjeti trafiku vajzash, është vetëm maja e një icebergu shumë më të madh. Pjesa kryesore e tij ndodhet nën ujë. Sipas një materiali të gjerë të Europol dhe Eurojust që pamfleti ka siguruar, ky është rrjeti më i sofistikuar i trafiqeve njerëzore të dekadës së fundit dhe Shqipëria rezulton e përfshirë në një shkallë alarmante. Dokumenti zbardh me hollësi shkaqet, mënyrën e funksionimit dhe lidhjet e thella të këtij zinxhiri mafioz, që e ka ngritur vendin në nivelin më të lartë të klasifikimit botror të krimit. Në fillim të viteve 90, Shqipëria u shndërrua në furnizuesin kryesor të tregut evropian të prostitucionit. Vajza të rrëmbyer ose të mashtruara nga familje të varfra përfundonin në rrugët e qyteteve të Europës në dhunën e bandave kriminale që i trajtonin si skllave. Paratë e fituara nga kjo skllavëri financuan më vonë trafikun e drogës, të armëve dhe grabitjet e organizuara, duke krijuar bazën për mafjen e sotme shqiptare. Në fund të viteve 90 dhe fillim të viteve 2000, gjatë konflikteve ballkanike, Shqipëria u kthye në një nyje tranziti për trafikun e vajzave nga vendet ish sovjetike, Moldavia, Rumania, Ukraina, Bullgaria, drejt Europës perëndimore. Ky treg i zi funksiononte si një sistem biznesi. Disa kishin 2 vajza dhe quheshin biznes i vogël, të tjerë kishin 10 dhe vepronin si kompani, duke paguar për mbrojtje, transport dhe territor. Ky model u transformua me kalimin e viteve, pasi tregu i prostitucionit u bë më i rrezikshëm. Biznesmenët e mishit të bardh kaluan tek tregtia e kokainës, duke përdorur të njëjtat kanale logjistike dhe njerëzit e të njëjtave rrjete. Pas pandemisë, trafiku i vajzave u ringjall në një formë të re. Raporti ndërkombëtar i Europol thekson se që prej vitit 2021, tregu i prostitucionit në Shqipëri është rritur me ritme alarmante, i lidhur drejt për drejt me bumin e turizmit dhe me flukset e investimeve të dyshimta në sektorin e shërbimeve. Sipas raportit, rrjetet kriminale janë futur në këtë treg për 3 arsye kryesore. E para, kontrolli i tregut, për siguruar fitimin e një fushë që nëse nuk do ta bënin ata, do ta merrnin grupe të tjera ndërkombëtare. E dyta, shpërndarja e drogës. Prostitucioni shërben si rrjet ideal logjistik për shitjen e lëndëve narkotike. E treta, lidhja me Amerikën Latine. Përmes këtij tregu krijohen marrëdhënie të qëndrueshme me kartelët kolumbian dhe ekuadorian që furnizojnë Europën me kokainë. Në Kolumbi, thekson raporti, asnjë grup i huaj nuk mund të blejë mish të bardh pa marrëveshjen e grupeve lokale të krimit. Kjo e bën të qartë se nuk kemi të bëjmë me një rrjet thjesht shqiptar, por me një joint venture ndërkombëtar të krimit, një korporat mafioze që operon me të njëjtat rregulla si bizneset legale. Raporti Europol dhe Eurojust thekson se infrastruktura aziatike e tregut të seksit përdoret si model për pastrimin e parave të trafikut. Ta ashtu quajturit call center të prostitucionit, ndërtuara sipas modeleve të Tajlandës, Kambodžas, Vietnamit e Singaporit, po përdoren për të kanalizuar miliona euro nga droga drejt investimeve të reja në kriptomonedha dhe logjistik tregtare ndërkombëtare. Pjesa më alarmante e raportit është lidhja direkte mes trafikut dhe strukturave shtetërore në Shqipëri. Në Durrës, Vlorë, Lezhë, Shkodër dhe Sarandë, mbikëqyrja e prostitucionit dhe trafiqeve bëhet me bekimin e shefave lokal të policisë, të lidhur me bandat dhe me pushtetin politik. Vetëm pak ditë më parë, SPAK arrestoi vëllain e një deputeti të ri socialist të Durrësit, i cili sipas hetimeve, bashkë me bandat e Shiakut, kontrollonte trafikun dhe pronat në gjirin e Lalzit, përfshi rrjetin e prostitucionit ndërkombëtar. Ky është vetëm një fragment i piramidës së krimit që ngjitet deri në kupolën e shtetit, një sistem ku politika nuk është më e kapur nga krimi, por është vetë kapoja e krimit.